Pyetja e radhës, a janë njësoj të gjitha fetë? Kam qenë thot dhe në kishë dhe në xhami, të gjitha fetë mësojnë të njëjtën gjë, më duket se janë njësoj, të gjitha mësojnë bëj mirë, mos bëj keq. A janë njësoj të gjitha fetë? Dhe ka dhe jo besimtarë që i pyet, beson dhe Zoti jo. Po kur të besesh, çfarë do ndodhi, do shkojmë paraj sot. Po ti i thotë nuk beson te Zoti. Po dhe shqyr Zoti thotë që nuk besoj, prapë thotë shqyr Zoti. Pse i them to shaka, sepse Perëndia na thot në Bibël i ka vendosur në ndërgjegje njeriut. Nuk po i shkruaj një lloj kodi me fjalë të mia. Ata kanë ndërgjegjen e tyre, kjo na thotë letra Romakëve 12:2 nëse nuk gaboj, që ata mos kenë mundësi të shfaqsohen para Zotit. Kur ata dalin para gjyqit, sot janë gjithë llogarit para Zotit. Të gjithë njerëzit kanë këtë kodin moral në ndërgjegjen e tyre. Dhe këtë kanë uratë pun nga Zoti, se njeriu vetë nuk e kupton. Ku mbaron e mira, ku fillon e keqja kështu më radh. Dhe duke qenë se njerëzit kanë këtë kodin moral, shumë njerëz çfarë filozofive të tyre që kanë krijuar në bazë të kësaj urtësie që Perëndia ka dhënë. Por edhe të tjerë që kanë marrë shkrimin e shenjtë, Biblën, se një shkrim që dhe kanë përpumuar, e kanë interpretuar dhe kanë nxjerrë fe të tjera. E kanë bërë këtë sepse kanë kujtuar se po bëjnë të mirën. Dhe në thelb të gjitha këto po kanë kodin moral që mësojnë çfarë është mirë, çfarë është keq, çfarë është e lejuar, çfarë është e ndaluar. Ktu bie dakord me ju. Pra kodin moral e kanë gjitha këto. Por dallimi kryesor nuk është tek kodi moral, se kodin moral mund të ta japi edhe një psikolog, mund ta japi edhe një politikan. Dallimi kryesor është si shpëtohemi. Si shpëtojmë shpirtin, si shkojmë në përjetësi pranë Perëndisë. Pra si shkojmë në parajs. Ky është gjithë dallimi i këtyre. Dhe ju thoni, kam qenë në kishë, kam qenë në xhami, janë të njëjta gjëra. Nuk janë të njëjta gjëra. Sepse Islami mëson besim dhe vepra. Pra beso Allahun, pra Perëndin e Kuranit, profetin e Kuranit, dhe duhet bësh vepra. Pra sa më shumë të mira të bësh, ti vete në parajs ose xhenet, siç thonë. Pra kanë si me peshore që bën më shumë të mira, veten në xhenet, bën më shumë të këqija, veten në xhenem, që është poshtë në fjalë. Dhe kanë ato pesë shtyllat e Islamit, para rrëfimi që kanë kontributi, agjërimi deri tek vizita në Mekë. Që do t'i bëjë çdo musliman. Pra ata e kanë të sjellë dhe lutjen, pra faljen që thonë ata, faljen e namazit dhe kanë 5 herë në ditë. Pra kanë me rregulla të caktuara. Pra besim dhe vepra. Dhe kush bën më shumë vepra të mira, ai lan ato gjunahet dhe veten në parajs. Kurse krishterimi nuk ka fare lidhje të tillë. Krishterimi nuk thotë që shpëtohemi ne me veprat tona. Krishterimi thotë shpëton vetëm Perëndia në hirin e tij në Jezu Krishtin. Pra jemi shpëtuar thotë krishterimi me anë të hirit të Perëndisë, që është shkaqur gjithë nëpërmjet besimit tek Krishti. Dhe hiri i Perëndisë, pra ati, përmes frymës së shenjtë na bind për mëkatin, për pendesën, për gjyqin, dhe na çon tek biri i tij, te fjala e tij, te Jezu Krishti. Dhe po i krishteri që ka rilindur nga fryma e shenjtë, që Perëndia i jep në Krishtin, po bën vepra të mira. Sepse ka ndryshuar zemra e tij, po jo se i bën këto vepra për të shpëtuar. Ai bën këto vepra sepse ka shpëtuar, sepse Perëndia ka mëshiruar dhe ka thirrur në mbretëri. Kurse tjera fete që unë në fakt përmendni te emaili, po nuk i lexova sepse i bën shumë gjatë, universalizmi. Karma, dharma që janë këtu nuk kanë lidhje fare pasaj me. Do universalizmi domethënë buron dhe që buron nga budizmi, diku nga hinduizmi, pra ky mishmash i filozofiko pagano fetar me çfarë mund të themi se nuk e çaj thua. Ata thonë nuk ka parajs fare, nuk ka Zot. Jetithon dhe universi dhe prapë nisin të vepra. Që kur ti bën gjëra të mira, akumulon karma të mirë, dhe nuk vet as parajs as fers, nuk ka parajs e fers pas tyre, po ti rimishërohesh. Dhe mund të rimishërohesh në një qen, në një mace, në një mizë, në një kërmill. Unë pyes veten çfarë karme do bëj kërmilli?
Çfarë veprash mira bën kërmilli? Kërmilli një funksion ka zvarritje. Çfarë funksioni ka tjetër kërmilli? Bësh gur, thon. Po guri, çfarë të mirash bën guri? Pra e kuptoni, sa i marrin në mendjen e tij thot, shkrimi shenjtë që nuk ka perëndi. Këta që thonë që nuk ka perëndi. Dhe shkilin karma, dharma, moksha, nirvana e merat, këta janë të marrë sipas shkrimit shenjtë. Kështu që djali dashur nuk janë fet njësoj, po kodin morale kanë gjithë dhe duhet ta kenë gjithë, s'ka ka dhënë Zoti, edhe ateistëve. Kur e ka dhe ateist njerëz mirë, mo, familjar, për gjëra të mira. Në shpëtimi, si shpëtet ateisti kur i thotë nuk ka Zot. Pra kjo është e gjitha. Pra Islami që thoni ju ka besim dhe vepra, Krishterimi ka vetëm besim te i Perëndis, dhe ky besim manifestohet në vepra, kurse universalizmi që përmendin nuk është fare, është filozofi e veshur me ca dogma fetare dhe nuk ka parajs, nuk ka Zot thonë. Pra është idhujtari dhe prapë te veprat të çojnë. Kështu që Krishterimi është i vetmi besim që ndryshe nga çdo fe dhe filozofi tjetër, thotë që nuk varet fare nga veprat e tua, varet vetëm nga Perëndia. Pra Zoti e shpëton njeriu, jo njeriu shpëtohet duke vajtur te Zoti. Pra kjo është e gjitha, shpresoj të kem ndihmuar.